Sot po e përgatisim edhe një ëmbëlsirë tepër të mirë të shishme, me rëndësi që përgatitet pa pjekë edhe shpejt. Fillojmë me recetën. Fillimisht në një inë pushtojmë pak qumsht, parapërsisht dykon 200 ml. E pjesën tjetër të qumshtit që ka mbetur do e hedhim në tenxhere, gjithashtu edhe litrën tjetër të qumshtit. Do me thonë, kam përdor 2 litra qumsh, por 200 ml i kam do anash. Pasi që ta shtojmë qumshtin në tenxhere, vazhdojmë shtojmë edhe puding. Këtë recetë po e përgatisim shpejt lehtë, pa pjekë, por që ka shije shumë. 4 pudinga me aromë vanilje. 4 pudinga. Një puding i ka dykon 38 gram. Pra 4 pudinga nga 38 gram do t'i hedhim tek qumshti. Mandej e shtojmë sheqerin, 12 lugë të gjellës me sheqer. E përzim që të tretet sheqeri e pastaj do e vendosim në zjarr që pudingu të zihet. Vazhdimisht e përzim që mos të ngjitet. Kështu vazhdojmë e përzim derisa të fillojë me vlu. Kur pudingu fillon me vlu, pra shumë shpejt fillon edhe të trashet. Pastaj krejt në fund pushtojmë edhe margarinë, dykon rreth 100 gram. E pastaj shtojmë çokoladë për gatim, dykon rreth 170 gram, çokoladë për ëmbëlsira, pra çokoladë e zezë për ëmbëlsira. Mund të shtoni deri në 200 gram ose 2 çokolada, por une i shtova 170 gram. Edhe tash e përzim, e largojmë nga zjarri edhe do të presim derisa çokolada të shkrihet. Pra duke e përzi, çokolada shkrihet edhe pudingu e merr atë shijen e çokoladës. Për ta përgatitur recetën, na nevojiten biskota. Fillimisht marrim biskotat edhe i kalojmë në qumsht. Qumshtin të cilën e kemi larguar në fillim kur e përgatitëm recetën. Të gjitha biskotat i kalojmë në qumsht, i renditim në tepsi derisa të formohet një shtresë dhe kështu vazhdojmë, duke formuar shtresa, një shtresë puding, një shtresë me biskota. Kështu derisa të përfundojmë me këtë kremin. Videon mund ta shikojmë në vazhdim se sa shtresa biskota kam përdor, por në total ju them se mu deshtën dykon pra parapërsisht 600 gram me biskota, si këto që po i shikoni në video. Para se ta hedhim kremin, gjithmonë e përzierni mirë me lugë. Kështu ne e pamundsojmë krijimin e korës mbi krem. Tash vazhdojmë e hedhim kremin mbi biskota. Rendi i parë e kemi kry, shtojmë kremin e përgatitur. Kështu vazhdojmë me rend edhe kremin edhe biskotat derisa të përfundojmë. Unë po ju la në vazhdim të qëndroni me ne për ta shikuar recetën se sa rende na u deshtën për me përgatit këtë ëmbëlsirë.
Pasi tash kena përfundu dhe kena arrit në fund, i hedhim ara. Unë e mbuloj mirë me ara, sepse edhe arat janë ato që japin shije kësaj ëmbëlsire. Do e mbushni mirë mbi me ara të bluara e pastaj do ta lëm në frigorifer që të ftohet të rësisht. E pasi të ftohet, atëherë mundemi me provu edhe me pa a ka shije ose jo. Provoni recetën, sepse nuk do të shgënjiheni. Unë e përgatita edhe s'ka pas kush që nuk e ka pëlqy këtë recetë, e mirë, e butë edhe e shishme. Provoni recetën, por për më shumë receta na bëni një like, një koment ose bëni share me miqtë tuaj. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.